tjetër të thuash që Sali Berisha ka edhur firmën këtu shtremët, e kupton? Dhe tjetër të merresh me krimet vërteta, me vjedhje, me pastrim parash, me përndjekje, me tentativa për të burgosur njerëz, me vrasje etj. Ato janë të rëndësishme. Ku ti plasi se ka hedhur njerëzit në veprimtarinë e tyre shtetërore, bëjnë dhe gabime, nuk diskutohet që bëjnë dhe gabime. E kupton? Tashi ato të Sali Berishës nuk janë thjesht gabime, janë krime me të vërtet, po ajo struktura atje nuk është bërë për të marrë me gabime. Është bërë për të marrë me krime serioze. Altin Dumani i ka përcjell jashtë strukturës, domethënë i ka hequr nga vetja të gjitha kallëzimet penale që kanë mbaruar dhe që janë në grupazh. Të gjitha grupazhet ku futen zyrtar të shtetit të çdo niveli duhet të jetonte ai. Po ai edhe hetimet që kam kërkuar unë për Edi Ramën, për Orsian Çelën, prokurorin e përgjithshëm, për Evgjeni Basharin, domethënë drejtuese e Inspektoratit të Lartë për deklarimin e pasurive dhe konfliktin e interesit, Artur Metanin, Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë, i ka çuar në Durrës. Ç'është mendje? Po me këtë tallën këta, ç'a kujtojnë ta? Se njerëzit janë budallëj, nuk e kuptojnë nuk e njohin ligjin. Shqipëria ka më shumë avokat e juristë se sa Gomer. Se Gomer s'ka me. Okej, besoj se gjitha audienca e kanalit e mori atë përgjigjen për sa i përket të ardhurat. Tani, për ju si njohës i ligjit, do t'ju them një gjë shumë interesante për ministrin. Unë kam dërguar një letër para 2 javësh për vjedhje nga drejtuesit e policisë Tiranës. Zonja ç'a bën? E merret Degdis, e ka çuar në IKMT. S'ka lidhje fare. KMT është Instituti i Mbrojtjes Territorit. Po, ç'lidhje kanë ato, s'kan fare lidhje me njëra tjetrën. Po shkresa për çfarë ishte? Shkresa është për vjedhje të shërbimit që ka marrë policia e shtetit. Ka 2 vjet e gjysmë nuk paguan parat. Ju? Jo re, policia e shtetit duhet të paguajë më parat, sepse atë lloj shërbimi e ka shpallur në publik me pagesë. Për çfarë shërbimi bëhet fjalë? Për grabitje bankash. Kjo është marrosje totale e shtetit. Shteti mbron vetë një njeri që është futur në bank dhe me automatik në dorë, bashkë me të tjerë, dhe ka marrë parat. E ka kërcitur, e ka ikur. E kanë kapur, i kanë marrë gjysmën e parave dhe e kanë lënë të lirë. E kanë përdorur kundër të tjerëve dhe kundër meje. Ky shtet është shteti marrosur. E dini apo jo? Edhe zonja ç'a bën? E merr heq nga vetja që të tregoj se s'ka pasur dieni. Po jo vetëm kaq. Unë ju siguroj që ajo zonja atje që ditën e parë që u ul në karikën e ministrit dëboi zvendësin e saj, e mbani mend. Dhe për çfarë dëboi? Se piu cigare në një ambient publik ku nuk lejohet pirja e cigares. A është drejt ky vendim që mori ajo? Kjo është marrëzirë, diçun. Po si guxon ti të heqësh nga puna një njeri se ka pirë cigare, maksimumi jedh gjob. Kështu e mban ligji. Ka ligji, po të shkosh në ambient, shko te gjykatë e lartë atje, edhe ke atje. Nëse pi cigare, gjoba kaq, filani kaq, sipas rëndësisë, sipas ambientit. Më duket se shkon deri në 3 milion lek në raste shumë të rënda. Për shembull, po të shkosh në një spital që ja ka cmur, ti pi cigare, je i dënuar shumë rënd, po me gjoba ma. As me burg, as me heqje nga puna, ç'do të thotë kjo, të heqësh nga puna zëvendës ministrin. Po pse e bëri zonja? E di? Për PR, marketing. Jo, e bëri për t'i japur vendin tjetrit. Pse ekzistojnë këto thua? 100% e sigurt. 100% e sigurt. Sepse ai tjetri që kalon zinxhirin ka mundësira për të shantazhuar. Mbledh informacione, merr dokumentacion, këto dokumentacione që lidhen nga një derë te tjetra, siç bën Altin Dumani, që në vend që ti mbaj vetë i çon në Durrës, i çon në Elbasan, i çon në Tiranë. Dhe ç'a bën? Këta i marrin, këta që kanë mundësi edhe edhin gjoba. Kjo është një formë gjobe, më lër postin. Ç'a dini juve? Çu funksionon ky shtet? Ky shtet është shteti i marrosurve. S'ka asgjë me ligjin. Shqeto, unë dua që njerëzit të edukohen, të merren masa ndaj atyre që me të vërtetë rrezikojnë jetën e qytetarëve, por dalja kështu masive, sepse nuk e njeh ligji dënimin masiv. E kupton? Është nga ndaluar me kushtetut. Ndalohet ai që bën fajin. Dënohet
konfiskohet nëse ashtu, dhe çdo gjë bëhet me një veprim të mirëfillt ligjor, jo kështu të dil toktan që ti edhe ça gjen edhe i marrun. Kush e di? Ta bëjnë marrëzira, se kanë idenë fare të ligjit. E dini që kanë mbyllur dyert e gjithë gjykatave, e dini juve. Nuk votet njëri në gjykatë, ç'do thotë kjo? E ndalon kushtetuta. E diti? Gjyqi është publik. Seanca gjyqësore është publike, do me thënë në një seancë gjyqësore, s'ka rëndësi se kush janë palët dhe për çfarë bëhet fjalë, seanca duhet të jetë publike, që do të thotë, nëse ti për shembull gazetar apo jo, do të shkosh gjykat dhe të marrësh dieni atje, do të thjesht të dëgjosh ti, se mund të kesh në interes ti në atë mes. Po edhe pa interes fare, nuk ka askush të drejtë të thotë jo. Është komplet fashiste. Që të qëndroj një njeri të dere gjykatës ti thot, ti hyr, ti mos hyr, ti hyr, ti mos hyr. Kush je ti? Është neni 339 i kodit penal, i kodit procedurës penale që thot, seanca gjyqësore është publike. Nëse nuk është publike, është e pavlefshme, nuk quhet. De facto, të gjitha që dalin vendime që ande janë blof, po ta marrësh me ligj. Po pse e bën këta? Pse e mbyllin gjykatën? Që vendimet i marri si të doj qefi. Se nëse nuk ka dëshmitar, thotë që ati doj qefi. Ata marrin vendime në dhomë këshillimi, çdo të thotë vendim në dhomë këshillimi, që gjyqtari bën çaj doj qefi, me këtë lloj korrupsioni që është në Shqipëri? Ha? E kuptoni juve? Pse Ata ka korrupsion në Shqipëri? ka korrupsion. Po këtu vetëm nëse gjen ndonjë që s'është i korruptuar do ishte çudi. S'mund e saj, kur të haj qeni është lajm. Kur kafshon ti qeni, atëherë bëhet lajm botror. Po pra, e kuptove? Këtu fjala korrupsion, ore, nuk e kuptoni ju, janë 50 prokurorë që kam kallzuar vetëm unë. 50. Mos janë më tepër, në Total sa prokuror në kemi? krye të listës është Altin Dubani. Po ai është kam kallzuar një 3-4 herë të paktën. Pse? Pse? Në gjuhën e ligjit quhet marrje në mbrojtje autorëve të veprave penale. E kupton? Domethënë shpërdorim detyre. Po të gjitha këto veprime nuk bëhen kot, bëhen për të vjedhur, domethënë për të mbajtur ato që shteti dhe bankat më kanë borxh që më kanë vjedhur. Ai de facto merr pjesë në vjedhje. Çfarë do ti më? Ai mbron kriminalin. Pse e mbron? Pse budalla është që e mbron? Apo se njeh ligjin? Po diçka fut në xhep ai. Ki ty shumë fort që ai fut në xhep? Jo, ai i ka futur pa u futur akoma atje. Ai ka bërë pazar që është futur atje. Ai është betuar që të mos japin kurse si mundësi, domethënë personave të caktuar si puna ime, që të marrin drejtësi. Këta kanë bërë kaq shumë budalli që sa i gjithë ky popull duhet të jetë fare gomar që të rinë në këtë gjendje. E kuptoni? Këta çdo ditë bëjnë nga një krim, çdo ditë bëjnë nga një budalli. Këta janë ato pikër që nga do që të rrotullohen, njerëzit e shikojnë bishtin e qenit.